Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pikë. Ka momente kur një debat politik nuk matet më vetëm me deklaratat e politikanëve, por me atë që ndodh në terren. Në ditët e fundit, teksa Partia Socialiste propozon një reformë të re territoriale, që synon të çojë numrin e bashkive nga 61 në 46, kundërshtimet nuk kanë ardhur vetëm nga opozita. Në disa bashki kanë larguar edhe socialistët, ndërsa djegja publike e tesërave të Partisë Socialiste është kthyer në një nga pamjet më domethënëse të kësaj përplasjeje. Vetë Edi Rama e ka cilësuar këtë akt të turpshëm, ndërsa ka këmbgulur se konsultimi për reformën do të vijojë. Në të njëjtën kohë, në rrugë vijojnë protestat kundër qeverisë dhe kundër mënyrës se si po merren vendimet, duke e bërë gjithnjë më të dukshme një përplasje mes pushtetit politik dhe një pjesë të shoqërisë. Dhe pikërisht në këtë realitet marrin kuptim opinionet e atyre që studiojnë situatën. Në media gjen të publikuar artikuj të shkruar shumë mirë me titullin diellës: Si u katandis kështu Partia Socialiste. A është larguar PS nga identiteti i saj historik? A ka humbur pluralizmin e brendshëm dhe është ndërruar në një strukturë gjithnjë më të përqendruar rreth një individi? Kush fshihet pas asaj që ngjall kundërshti në popull, vetë kryetari apo nën kryetarucët që i shërbejnë vizionit të tij? Ishte ambasadori që ishte autor i kësaj serie shkrimesh dhe që çon kritikën përtej politikës, te hipokrizia, te mungesa e vetkritikës, tek institucionet dhe tek universiteti shqiptar, ku sipas tij ekziston ende një hendek i madh mes asaj që shkruhet në dokumentet evropiane dhe realitetit. E teksa lexon të gjithë analizën e gjatë e shtëruese, të lind në mendje një pyetje. Apo përballet Shqipëria thjesht me një krizë të Partisë Socialiste dhe të qeverisjes së Edi Ramës, apo me një krizë shumë më të thellë të politikës, institucioneve dhe elitave shqiptare? Pikërisht për këtë do të flasim sot me profesorin, sociologun dhe ish ambasadorin Fatos Tarifa, që kam kënaqësinë ta kem në studio. Faleminderit ambasador që pranuat. Faleminderit për ftesën edhe urime për këtë studio të re dhe këtë emision të ri. Faleminderit, nuk do kishte asnjë vlerë një studio e ndërtuar bukur, e ndriçuar bukur pa mendjet të cilët din t'i japin asaj jehonën që duhet. Dhe unë teksa kam lexuar gjatë këtyre ditëve të nxehta të gushtit shkrimet tuaja të publikuara, thoja me vete, kjo është elita që ka kohë që i mungon Shqipërisë. Aq më tepër plejadave politike dhe jo vetëm atyre universitare, por do e nis direkt me atë artikull të parë që më bëri më shumë përshtypje. Si u katandis kështu Partia Socialiste, thoni ju? Është gabim i madh për sjelljet që ka apo për veprat? Ajo pyetje edhe mua vetë më ka mbajtur gjatë dhe më ka shokuar, sepse jo vetëm nga që simpatitë e mia politike kanë qenë vazhdimisht për këtë parti të majtë, nëse ka mbetur diçka e marrë tek ajo parti, nga krijimi i saj, por edhe sepse nga një forcë politike e madhe, forca kryesore politike e vendit, ajo është katandisur gati një lloj si partia e madhe opozitare. Një parti që nuk flet, vetëm hesht, një parti që drejtohet me dorë të hekur nga kryetari i saj, një parti kryetar, të kujton partitë e tipit leninist në fakt. Kryetari gjithçka, masa, antarësia e partisë është asgjë. Një parti në cilën kryetari ka gati 2 dekade që nuk është zgjedhur, me argumentin se kanë fituar zgjedhje dhe mund të qëndrojë kryetar partie vazhdimisht dhe për këtë arsye edhe kryeministër, siç e kemi akoma në mandat të 4. Fakti që në atë parti nuk ka debat të brendshëm. Debati është ai që e mban gjallë frymën demokratike në një parti. Fakti që në atë parti nuk ka kritik. Kryetari është i pakritikueshëm, kryetari është i përhershëm, kryetari është ai që zgjedh, kryetari është ai që bën listat, kryetari është ai që të bën ministër, të bën deputet, sikur të mos jesh askushi. Tregon se nuk është më partia ajo që drejton, por është një njeri vetëm që drejton në emër të partisë. Madje një njeri që për mendimin tim nuk është as socialist në bindje, nuk është socialist, në vlera, as nuk ka qenë ndonjëherë. Kështu që një njeri që e ka marrë atë parti nga një grup socialistësh të mirëfillt në mesin e viteve 2000 dhe e përdor për të qëndruar në pushtet, që është një abuzim i madh politik. Po si e lejuan atëherë ambasador? Partia u dobësua. Tradicionalisht ne
njeriu në krye të partisë ka qenë njeri i fortë. Kështu ishte Saliu, kështu ishte Meta, kështu është ky. Nuk e përfiturojnë dot një parti si një organizëm i gjallë ku të lëvrojë debati, kontestimi i ideve, diskutimi i tyre dhe zgjedhja. Në atë parti nuk bën zgjedhje. Në atë parti merren vendime siç i do kryetari. Dhe në atë parlament që dominohet nga deputetët e kësaj partie. Kështu që vërtet ajo parti ka humbur frymën e saj dikush. Unë krahasoj në atë shkrim që ju përmendët, si ka qenë Partia Socialiste në fillim të viteve 90, emra shumë të njohur intelektual, disa Mojkom Zeqon, kujtohet Musa Ulqini, bashk studenti im, Arta Dade, Sabit Brokaj, Ermelinda Meksi, plot. Servet Pëllumbi e të tjerë. Një është në mik doktor që i kam njohur personalisht nga afër dhe si është sot Zeqineja apo ca emra të tjerë që i dëgjon për të parë. Një parlament i pazgjedhur dhe këta dy individ që me sa duket janë ngarkuar të drejtojnë këtë reformë territoriale, janë dy deputet të zgjedhur nga listat e mbyllura. Pra nuk janë të zgjedhur ata nga populli. Nuk kanë legitimitetin që duhet. Nuk e kanë legitimitet, ndërkohë që nuk po flasin për këtë, por ndërkohë që propozojnë të shkrihen bashki të cilat janë zgjedhur, këshilla bashkiake që janë zgjedhur nga populli i rajonit, i vendit apo kryetar bashkish. Kështu që Partia Socialiste ka ardhur fatkeqësisht, sepse është një parti e madhe dhe një parti që ka një histori të vetën në këtë periudhë të tranzicionit dhe meritat e saj, në një parti që nuk funksionon më si e tillë. Politikën e bëjnë partitë. Në rastin ton kemi një parti që nuk pyetet, një parti që nuk ka zërin e saj në vendimarrje, sepse vendimarrja merret nga një kryeministër i vetëm që është ministri i çdo dikasteri, ta themi këtë, nga që ministrat e tjerë nuk kanë fare pesh, vlerë, rol në qeverisje. Çdo zhvillim, çdo njoftim e bën vetë kryeministri. Ka një pushtet absolut mbi deputetët socialistë në parlament, të cilët votojnë siç dojë. Ne themi do të kalon një ligj për të shkurtuar numrin bashkive në 45, 46. Sigurisht të dojë të bëhen 200 të votojnë. Sigurisht të dojë mos ketë fare bashki, por të qeverisët i tërë vendi nga një qeveri qendrore, kështu do të votojnë ata 83 deputet. Kështu që nuk kemi një parti të gjallë, një organizëm politik që të marrë pjesë në drejtimin politik të vendit. E shihni ju edhe takimin që ai pati me kryebashkiakët në Vlorë si një tentativë për të treguar këtë e përsipër për mbi komisionet parlamentare, personat e aktivizuar për të krijuar e hartuar një reformë të re? Unë e shoh në disa plana. E para në një periudhë kur ai është i papëlqyer, i kontestuar nga një masë gjë qytetarësh përmes protestash që s'po pushojnë, kërkon t'ia përshtypjen se ai është prapë në krye të punëve. E mbledh qeverinë, mbledh kryetarët e këshillave bashkive, është ai i zoti i vendit, edhe pse terreni i ka rashitur në këmbë. Për më tepër, është edhe kjo prapë një shprehje e arrogancës së tij, e cila vuret dhe atë mbledhje me çpam nga media, mënyra si trajton dhe si flet dhe si u drejtohet kryetarëve të bashkive, njerëz të zgjedhur nga populli, me cilët ai s'ka asnjë tagër, apo të përjashtojnë nga mbledhja, nuk e ka këtë mundësi, por ai e bën. Bën gjithçka, sepse do t'rregojë që këtu jam unë, ju nuk jeni, as udhëheq mbledhjes vetë, udhëheqsi jam unë. Fatkeqësisht. Në fakt edhe tek fjalimi i fundit që mbajti ku ju drejtua flamingove, sikurse e cilsoi, këtë deshi ndoshta të bënte. Çdo gjë ta merrte përsipër si viktima e vetme e kësaj proteste që vjen si rrjedhoje një administrate që nuk punon dhe ministrive të linjës të cilat nuk bëjnë punën e tyre sa duhet. Sakt, ishte një narrativ që në fakt të zemëronte kur e dëgjoje fjalën e tij, një arrogancë edhe një hipokrizi e pashoqe. Hipokrizi sepse ai juve të tjerëve mbi supe faje probleme që i ka i vetë. Nëse ka një administrat që është arrogante ndaj kërkesave dhe halleve të popullit, i pari është ky. Të tjerët nën të mësojnë për ti dhe sillen se ai. Ju përmendët termin, nuk e di nëse do e mbaj mend prap, atë që thash nën kryetaruc. E kanë fjalën për disa eksponent të partisë që drejtojnë edhe parlamentin apo seksionet të komisionit veçantë në parlament që kanë marrë gjithmonë për drejtues në parti, jo në qeveri. Në parti, jo në qeveri nuk ka, qeveri janë pupetat. Pa e ditur as kush se do të bëhet ministër të nesërmen, merrin telefonat dhe i thotë je ministri i këtij dikasteri. Dhe habiten. Por përgjithsisht qëllimi është të mbaj nën kontroll parlamentin.
grupin parlamentar. Dhe prandaj që nga kryetari i grupit parlamentar, kryetari i grupit i komisionit të ligjeve, këta janë personalitetet, njerëzit që e mbajnë grupin të bashkuar edhe përçojnë tek ai grup parlamentar që voton interesin, dëshirën e një kryetarit vetëm. Megjithatë, ambasador, ka pasur dy element që kanë tentuar të dalin nga tufa gjatë këtij sezoni. Erion Braça, i cili me të tij mendon se po bën një revolucion brenda Partisë Socialiste, opozitën më të pastër, sikurse e cilëson ai me fakte, dhe një Elisa Spiropali, e cila tentoi të vinte në dukje këto probleme që ju i keni thjeshtuar kaq mirë në artikujt tuaj, por në një moment të dytë pastaj ju desh të kthente kursin dhe të bashkohej me të tjerët. Këta dy emra që përmendet janë ndër të pakt deputet që unë i njoh dhe kam një marrëdhënie miqësore me ta. Dhe ja 3-4 të tjerë nga gjitha i parlament, 140 veta. Domethënë marrëdhëniet e mia me anëtarët e parlamentit janë tepër të kufizuara, me njerëz që i kam njohur në të kaluarën, i kam pasur miq dhe vazhdoj të kem të tillë. Si Eliza, ashtu edhe Erioni, dallojnë nga të tjerë sepse kanë një zë kritik. Kritikojnë të dy bashkë sepse jam kujtuar vonë ta ngrënë zërin e tyre, ndërkohë që quhen bashkëfajtor për shkak se shumë gjëra që kanë ndodhur në Partinë Socialiste apo në atë grup parlamentar kanë ndodhur bashkë me ta. Ata kanë qenë njëri zëvendës kryeministër, tjetra kryetare e parlamentit, ka pasur dhe vetëm tani duket që po lëvizin. Të dy janë vërteta. Edhe fakti që po ata mund të qortohen për qëndrimet që kanë mbajtur deri dje dhe nuk kanë pasur kurajën të flasin për problemet që i kanë konsideruar se duhet folur, edhe duhen vlerësuar për faktin që e bëjnë tani. Nuk është kur vonë në politik të ndryshosh qëndrim, të mbash qëndrim. Nëse nuk e kal karrocën, nëse nuk e shkon pas gjithmonë liderit tënd. Motivet pastaj pse i bëjnë është tjetër gjë. Unë prisja nga të dy, nga Erioni sidomos që ka qenë dhe zëvendës kryeministër, të mbante një ndrim më të hapur. Ai ka kërkuar të bëjë kandidaturë në Bashkinë e Tiranës. Mirë po, duke sfiduar hapur, shumë hapur, kjo është kurajo edhe politike, kurajo edhe qytetare, edhe intelektuale. Por shoh që edhe ai po mbet pik në radhë të qytetarëve të Tiranës. Do të thënë, shoh memet për të nuk më vjen mirë, por duket që edhe ai nuk është konsekuent në qendrimet e veta. Edhe mendon se ndryshimi mund të vijë nga brenda asaj partie apo brenda atij grupi parlamentar, gjë që unë shoh pamundur. Nuk ka shanse të vijë nga brenda. E para punës nuk besoj se kjo qeveri do të mund të mbijetojë deri në zgjedhjet e ardhshme. Do të jetë shumë e vështirë nëse qytetarët vazhdojnë të protestojnë me një intensitet më të madh se ky. Dhe e dyta, ky parlament ka humbur, them, në një nga shkrimet e fundit që ju përmendet, legitimitetin e tij. Këtu do të vinim ke një çështje që pastaj është esenciale. Nëse nuk je i legjitimuar, nëse nuk ke legitimitet, atëherë ti ke pushtet për të ushtruar, por nuk ke autoritet. Pra masa nuk të respekton më. Megjithatë, për të bërë një rikapitullim të asaj që ju thatë deri tani, Partia Socialiste është vendosur nga aksi të majtës që ishte në krijimet e saj. Sot plejada e saj nuk ndodhet më aty. Elita është zhdukur, është zëvendësuar nga nën kryetaruc, persona pa integritet që nuk kanë atë ambicien politike që vetë të dalin, të mund të sfidojnë, të sjellin ide të reja, të frymëzojnë edhe socialistët së pari, pastaj edhe mbështetësit e tyre, dhe jemi në pikën që pyes, kësaj partie sot në këndvështrimin tuaj i mungon integriteti, kurajo apo thjesht pavarësia nga lideri? Është pyetja më e vështirë që mund të bëjë kujdo sot. Duket që fati i kësaj partie nuk do të jetë më i mirë se ç'është sot. Mundet të jetë një ndarje e saj që do ta bënte shumë më pak relevante peshën politike të partisë në jetën e vendit. Një riorganizim më duket shumë i vështirë sa kohë që në krye të saj është ky kryetar, ky kryeministër, i cili nuk ka lejuar dhe do të lejojë kur ndryshime të bëjnë. Njerëz që kontestojnë idetë e tij, njerëz që garojnë me të, deri më sot nuk ka pasur garë me të. As fiktive madje, jo garë reale. Kështu që nëse nuk ka një lëvizje të brendshme nga grupi parlamentar, që edhe aty është shumë vështirë, njerëzit flasin për 7, 8, 10 deputet që mund t'i shkëputen grupit ose mund votojnë kundër masës madhe të tij. Ose një lëvizje nga masa e gjerë e socialistëve, antarëve të Partisë Socialiste në bazë,
nuk besoj se është në ndryshim. Skizm mund të ketë, por skizmi nuk e forcon atë parti. Kështu që mund të vemi në një situatë kur nuk do të kemi më dy parti të mëdha, do të kemi parti të mëdha të vogla, por jo dy parti që të vendosin fatet e jetës politike në vend, nga që mund të mos kemi më një parti të vetme në pushtet siç kemi pasur disa herë deri më sot. Për mua kjo do të qenë një fat i mirë për Shqipërinë, një bashkëqeverisje e disa forcave politike që gjejnë gjuhën e përbashkët për problemet e mëdha të vendit. Po a shihni shpresë tek të gjitha formatet edhe logot që ndodhen tani në terren, zoti Tarifa? Është shumë shpejt të flasësh sepse disa parti janë shumë të reja, por kjo lëvizje masive dhe ky fermentim i brendshëm në PS mund të çojë në pakënaqësi të tilla të antarësisë njërës apo tjetrës partit të madhe dhe të atij elektorati që deri më sot ka qenë i interesuar për politikën, një pjesë e madhe e cilit është në bulevard sot. Kështu që rradhë e partive të vogla mund të shtohen, çfarë do të thotë se edhe antarët e këtyre partive në parlament mund të shtohen për të bërë të pamundur krijimin e një qeverie njëpartiake. Problemi është që pengesë e madhe është sistemi zgjedhor. Dhe sistemi zgjedhor mund të ndryshohet nga këto dy parti që janë në parlament. Prandaj ndryshimi do të fillojë me një parlament të ri, me zgjedhje të reja të cilat janë të dëshiruara, edhe pse është shpejt të thuash kur mund të mbahen, si mund të mbahen, pa ndryshuar ligjin që do të cilëti një rezultat. Pra, edhe ju jeni me kërkesat që dëgjohen në bulevard nga protestuesit. I kam mbështetur ato kërkesa, sepse shoh që është më pamundur të vazhdohet më tej me një qeverisë të tillë. Korrupsioni është një shkallë të tillë që nuk kemi mësuar deri sot të shohim. Arroganca e qeverisë, më mirë e kryeministrit, është e pashoq. Kjo ka revoltuar jo vetëm masën e gjithë qytetarëve, ata më të varfrit, por edhe pjesë të madhe të klasës intelektuale, të nënpunësve të administratës. Dhe si thot, unë jam sociolog i politikës dhe di nga Max Weberi që kur administrata tënde bëhet e pakënaqur nga ty je në një krizë të rëndë legitimiteti, madje e ke humbur atë. Jo vetëm administrata, por ajo që ndodhi kryesisht administratës dhe administrata e shtetit. Ajo pastaj është përtej. Ajo i dha zemër edhe atyre që filluan ta dyshonin protestën e gjithçka. Po, në nivelin e partijak është e vërtetë se ata ishin antar partie të tjerë dhe dojnë testra e tyre. Po. Një veprim që kryeministri i quajti të turpshëm. Kurse unë mendoj dhe them që është një veprim i likshëm, ata nuk dojnë ndonjë simbol kombëtar, thjesht dojnë lidhjen e tyre me një parti e cila nuk është më partia e tyre. Kjo është ideja. Nuk i përfaqëson më kjo parti dhe ky kryetar. Apo shihni ju ndoshta një rrym që nuk ka dalë aq në sipërfaqe brenda Partisë Socialiste që po kërkon ta kthejë në identitet këtë parti? Është e vështirë dhe nuk mund të kthehet. Domethënë sot nuk mund të jetojmë më kohën e 30 viteve më parë. Sot jetojmë kohën e sotme. Dhe kthimi në identitet është një koncept që nuk do të bënte kuptim. Si koha ka ndryshuar, njerëzit kanë ndryshuar, brezat kanë ndryshuar, ne sot harrojmë shpeshherë, unë jam profesor dhe kam në klasë student 20 vjeçar, se është një brez i ri që po rritet që do një vend tjetër, një shoqëri tjetër. Harrojmë në atë masa që edhe gjua me të cilën u flasim të rinjve sot më është pak a shumë gjua e 30 vite më parë. Konceptet tona kanë ndryshuar, por ata jetojnë në një bojë tjetër, informohen në një mënyrë tjetër. Kështu që ka një detachment, ka një shkëputje të madhe mes brezit të rritur, mes brezit të mesëm dhe brezit të ri. Dhe politika duhet ta reflektojë këtë. Kjo politikë që ne kemi nuk reflekton fare, sepse rinia është komplet e përjashtuar nga pjesëmarrja në politikë dhe për këtë arsye është edhe tetërshuar nga politika. Por e shohim në rrugë tani. Kështu që po bëhet e ndërgjegjshëm sepse është një vend në cilin ajo do të jetojë. E qartë. Dhe në rrugë ajo që po frikson qeverinë sot është pjesëmarrja në protest edhe e socialistëve, atyre që punojnë në qeveri, që ndoshta nuk kanë role kyçe, por janë pjesë e administratës, dhe që kjo nuk i pëlqeu fare kryeministrit. Në atë fjalim që ai e kalonte fajin totalisht tek administrata jo funksionale, ndonse gjatë këtyre 13 viteve na kaftuar të gjithëve, edhe kur i dha mbështetje në fillim të bashkëqeverisni me atë portalin e tij që hapi online ku gjithkush mund të jepte idetë, por që nuk besoj se u reflektua në terren një gjë e tillë, dhe sot ky Edi Rama janë të njëjtët. Kemi të bëjmë me një person i cili u detyrua të vi këtu, apo me një person i cili nën efektin e pushtetit
humbi veten. Nëse sjelljen e tij politike, një vimësi, kështu ka qenë. Demagog, premtimet e tij kanë qenë shumë të mëdha nga ato çfarë ka arritur të realizojë. Prandaj dhe unë them që është treguar i pasinqert, ka gënjur, ka mashtruar fakti që çdo vendim të rëndësishëm që merr në mungesë të plotë të transparencës. Që do thotë fshehurazi, pa e diskutuar, pa debatuar, pa marrë pëlqimin në radh parë qytetarëve që preken nga politikat që qeveria zbaton dhe parlamenti miraton. Dhe të njëjtat premtime vazhdimisht. Sa herë ndodhet në krizë, bën një premtim të madh. Ishte ditët e fundit, më duket, lajmi se kompanitë mëdha amerikane do të pajisen ushtarakisht me mjete që do të prodhohen në Shqipëri. Po është kaq qesharake. Unë e njoh Amerikën, e njoh industrinë ushtarake të Amerikës, njoh Lockheed Martin, prodhuesi më të madh të avionëve ushtarak. Dhe është qesharake të mendosh që një vend i vogël që s'prodhon asgjë, as gozhd më, minimumi tu kishte hequr logon makinave, po që të kuptohej sigurisht. Nuk prodhojmë dot bicikleta, nuk prodhojmë dot gozhd dhe xhama. Qelç që dikur i prodhonim, letër nuk prodhojmë dot. Do të prodhojmë tani pajisje ushtarake për NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kaq qesharake dhe me sa duket ka arritur të jetoj krejtësisht jashtë realitetit. Njeriu nuk e ha dot më këtë. Ose lajmi dy ditë më parë se Shqipëria qëngër ka vendi më i mbrojtur nga pikpamja kibernetike, siguria kibernetike në është. Sipas ekspertëve të IT-s, ajo ishte gënjeshtra më e madhe që na është thënë. Po për çdo njeri të thjeshtë, pyetja është si është e mundur. Si ka mundësi? Ne, kush jemi ne? Ne jemi ata që na njeh gjithë botën. Ne jemi ata që jemi mësuar të na gënjejnë. Po tani ka ardhur një pikë dhe kjo është kryesorja. Njerëzit nuk gënjehen më. Nuk i marrin më dokrat e kryeministrit për të vërteta. Çfarë nuk e tha? Jo, ti dhe unë besoj e blem ujin që pim në shtëpi. Patjetër. Nuk kemi shans ndryshe. Por paguajmë ujë. Paguajmë drita, paguajmë ujin. Edhe bashkë me ujin një sër fatura. Pra paguajmë një ujë që nuk e pim dhe blem ujin për ta pirë. Kur një qeveri në një mandat të vetëm do të kishte mundur një qytet të paktën si Tirana ta kishte pajisur me ujë të rrjedhshëm, të pastër, siç e kishim dikur nga Sedita, brenda një mandati. Brenda 3 mandateve gjithë Shqipërisë do të kishim problem në ujë, problem me dritave, probleme të tjera. Shkollat që po mbyllen dhe mësuesit që janë larguar dhe si gjejnë më në fshat sepse s'ka fëmijë. Një proces depopulimi që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër në këto përmasa. Përgjegjësi nuk është vetëm e qeverisë, por a mundet të çvishet qeveria nga përgjegjësia? Sepse ajo është që të mendoj për hallet e popullit, prandaj është qeveria e popullit, të punoj për popullin, prandaj është qeveri për popullin, dhe të zgjedhet nga populli. Pas kjo nuk ndodh, as nuk zgjedhet nga populli, zgjedhet nga kryetari. Tani çdo gjë është e paracaktuar duket. Por këtij njeriu a mund t'i japim ne besën sikurse na e kërkon? Unë vetë jo më. Unë madje në një nga ato artikuj të shkruar në këto ditë nxehta them që për mua kjo qeveri dhe ky parlament e kanë humbur legitimitetin e tyre. Nuk janë me legjitim. Pavarësisht thot kryeministri se ne na kanë votuar 800 kusur mijë njerëz, prandaj vota e tyre na mban pushtet. Edhe kjo është një alibi e madhe, madje e rrezikshme. Sepse legitimiteti i qeverisë nuk matet me votat që ke marr apo nga fakti që je zgjedhur në zgjedhjet e përgjithshme. Këtë argument unë e kam trajtuar disa herë, madje për informacion, teza ime doktoratës në Amerikë ka qenë pikërisht çështja e legitimitetit. Mbështetur në teorinë e Weberit, dhe argumentoje sa kanë qenë ose s'kanë qenë legjitime shoqëritë komuniste në Evropën Lindore. Dhe parimi i bazë i legitimitetit është aftësia për të marrë vendime mbi bazën e një konsensusit të gjerë popullor. Çfarë do thotë një qeveri e zgjedhur për ti. Por nëse një qeveri nuk vepron në përputhje me interesat e popullit, me programin elektoral për cilin është votuar, atëherë ajo mbet të legitimitet pa bërë 4 vjet, edhe mbas një javë. Sepse legitimiteti nuk është zgjedhje vetëm, zgjedhjet janë ngjarje një ditë të vetme, legitimiteti është ajo çfarë ndodh me disë dy palë zgjedhjeve. Pra si operon, si vepron një qeveri e caktuar apo një parlament. Në rastin tonë, unë them, janë bërë të dy të papëlqyer për popullin. Të dy. Edhe parlamenti, patjetër, edhe parlamenti, sepse nuk përfaqëson asnjë. Unë e kam deklaruar votën time për Fatmir Xhafën, kujtohet, publikisht 3-4 muaj përpara se të bëheshin zgjedhjet e kaluara, nga që e kam njohur me kohë, kam një miqësi me të, më duket njëri me integritet, jurist i mirë, dhe kam bërë këtë. Ai është përfaqësuesim sepse e kam zgjedhur. Kam dhënë votë për të. Të tjerë që janë në listat, ai ka qenë listë në hapur, kujtohet, në Tiranë, po, dhe mori vota pafund.
Ata të listave të mbyllura nuk janë përfaqësues të MI-s, përfaqësuan askënd nga ne, në fakt përfaqësuan vetëm Edi Ramën, sikur të tjerë pa të përfaqësuan vetëm Sali Berishin që i kanë vënë sigur shau në atë parlament të dozin si gjuan ata. Pra, thënë të gjitha këto ambasador, duket sikur Edi Rama sot nuk mund ta kritikoj gati askush. PS-ja jo, parlamenti jo që jo, media? Media aq sa është e lirë e bën këtë. Disa më shumë, disa më pak. Por është një fakt i njohur për ne të paktën që kemi njohuri dhe her pas here, unë shumë rrallë dalë në media, mund të kem kohë pa dalë. Ja di dhe më është dashur të këmgull për të dim që lidhjet e pushtetit dhe politikës me media janë kudo, vetëm këtu, në çdo vend të botës. Me përjashtim të atyre vendeve ku mediat janë publike, televizori është publik, ka disa kanale publike dhe qeveria nuk ka dorë mbi to. Sikurse edhe media e shkruar, gazeta që janë mbyllur, televizione që janë zhvendosur nga seria e tyre. Pra, qeverit, sidomos qeverit autoritarise, din dy gjëra. Ata duhet kenë media në vete dhe statistikat. Me statistikat mund gënjejnë. Kështu që të dyja këto ndodhen. Kontrolli mbi institutën e statistikave ka qenë vazhdimisht. Politika ka dorë të rëndë mbi statistikat dhe mbi mediat, sepse mediat janë e pushtet që mund të arrëzojnë një qeveri. Dhe prandaj qeveria është interesuar të mbajë ato pranë, të bëj favore. Janë favore të ndërsjellë. Një oligarki qeveritare mban një oligarki mediash në pushtet. Dhe për këtë Edi Ramën, personazhin e krijuar sot, a gjeni faj ju sikurse ata që protestojnë tek opozita e dobët? Nuk mund ta zhveshësh opozitën nga faj. Apo nga merita që ka lënë në qeverisje ka gjatë Partia Socialiste, unë gjithmonë do të preferoja PS-n në qeveri se sa PD-n, sepse ka qeverisur në ato vite që ka qenë pushtet më mirë se sa PD-ja, ka në gjirën e saj, ka pasur, ndoshta ende ka njerëz më të kultivuar, por çfarë ka ndodhur këto 2-3 vite e fundit, skandalet e mëdha për cilat po mësojmë, me antarë të qeverisë, me antarë të parlamentit, me kryetar bashkish të PS-s, më kanë zhgënjyer pjesën më të madhe të qytetarëve. Domethënë fakti që erdhëm në një pikë, në një kohë kur qytetarët dolën hapur në shesh, jo nga një qytetari marrë zvarr në Zvërnec, por nga më në fund të kuptuarit se nuk mund të shkohet më kështu, se është mbushur kupa dhe tani ajo po derdhet. Kjo solli që zemërimi të jetë kaq i hapur dhe unë nuk e mendoja kur se njeri mund të urrej. Mund të them se ka shumë njerëz që urrejnë këtë kryeminist sot. Fjala urrejtje nuk është një gjë e bukur. Është shumë e madhe. Se zotën, por vërtet është bërë i tillë. I papërqyer është pak të thuash, ju rryer ndoshta shumë, por është në ato kufi ku njerëzit nuk e duan më në qeveri. Prandaj Rama ik. Gabimi që bëjnë është se ja thon me këngë, e këndojnë, sikur i luten Rama ik. Në fakt është e pamundur të presësh HPR që ai të largohet vullnetarisht, vetëm nëse masa e kësaj lëvizje rritet, pesha e fjalës së tyre shtohet dhe presioni bëhet më i madh. E qartë. Dhe përpara kësaj tabloje që ju na e bët gjithnjë më të kuptueshme, përpara asaj që dëgjojmë në bulevardin kryesor të Tiranës me protestat, thirrjet, këngët, sikurse me të drejtë e cilësuat, neve na shfaqet një ëndër që prej vitesh kjo qeveri të paktën duket se e ka bërë simbolin e shpresës së shqiptarëve. Familja e madhe e Bashkimit Evropian, ku pritet të antarësohemi në 2029, por ju edhe këtu keni skepticizëm, sepse nuk bëni dot një paralele konkrete mes letrave, asaj që thuhet dhe realitetit, qoftë ky qytetar, por edhe politik. Nëse keni fjalën për një shkrim timin ditëve të fundit lidhur me euforinë që ngjalli dhe e shprehu vokalisht kryeministri për mbylljen e 3 kapitujve në negociatat me BE-n, 2 prej tyre që janë për shkencën dhe për arsimin, unë për këto bëja fjalë, sepse e njoh mirë gjendjen e kërkimit shkencor në vendin tonë, është vokacioni im,
dhe gjendja e arsimit, sidomos arsimit të lartë, dhe mbyllë një kapitull të tillë që është formalisht i mbyllur, jo përfundimisht i mbyllur, nuk duhet ta justifikojnë në asnjë mënyrë këtë eufori, triumfalizëm të qeverisë, sepse jemi akoma në hapet e para, janë mbyllur 3 kapitull, janë dhe 31 të tjerë dhe kërkojnë një kohë. Për sa i përket pranimit ose jo brenda vitit 29-30 në BE, unë kam qenë prej vitesh një euro, jo skeptik, euro realist do të thoja, dhe nuk kam besuar kur se pranimi mund të jetë kaq i shpejt për ne. Nuk është çështje pëlqimesh personale, më pëlqen ky kryeminist, është më gjatë se të tjerët, bën shaka, humor, jo, është çështje realitetesh. Një miku im, Zef Mazi, ka qenë deri 4 vite më parë krye negociatori, ka qenë i pari që krijoi grupin, i pari dhe ai që ka një merit të veçantë, patjetër, që ne shkuam në hapjen e negociatave. Padyshim jemi. Dhe që kryeministri ishte faji i tij që u largua. Nuk u hoq, u largua vet, sepse e pa të vështirë të punonte me atë kryeministër dhe me atë ministrat e jashtme që ishin atë kohë. Por prej tij, por edhe nga arsyetimet e mia dhe njohjet e mia, e di se antarësimi është shumë i vështirë se sa puna i bën ky kryeministër, dhe sidomos merita se është ai dhe vetëm ai që mund ta çojë Shqipërinë në BE, që e ka marrë këtë mision historik për ta futur vendin ton në BE, është qesharake prap. Qesharake. Unë natyrisht përshëndes çdo hap që bëhet det antarësimit, por e di që antarësimi është shumë i vështirë. Është një kafshat shumë e madhe për ne ende. Duke parë se me ç'është qeveri po punojmë, se sa korrupsion të madh, se sa papërgjegjësi dhe mungesë llogarie ka qeveria, sidomos kur vjen puna në financat. BE vetë disa herë ka shfaqur rezervat e saj për mënyrën se si trajtohen financat që marrin prej Brukselit. E radhës me siguri është edhe reforma territoriale ku ata janë investues. Padyshim. Dhe kjo reformë pastaj është tjetër gjë. Unë nuk jam ekspert i kësaj, por di që në krye të komisionit për këtë reformë janë, ju kishit në studio më thatë një kam pasur të dy kryetarët e komisionit, të dy kryetarët, edhe Maznikun edhe Boçin. Dhe Maznikun. Shiko, ndoshta janë njerëzit më papërshtatshëm për atë punë. Një gazetar dhe i mësues letërsie. Unë mendoj se me një reformë solide territoriale duhen të merren patjetër ekonomist, patjetër gjeograf që njohin gjeografinë sociale, patjetër antropolog që njohin traditat e rrethana, sociolog, jurist, dhe jo këta që zgjedhim. Natyrisht të dyja partit kanë besim tek këta dy individ, por nuk pres kur që nga këta të shohë një reformë apo një propozim për një reformë që do të ishte arsyeshme. Ndërkohë që thashë rezervat ndaj propozimeve të tyre janë të mëdha. Unë ndaj shumë prej tyre, por nuk kam frikë se do të vim në një pikë që do të votohet dhe po me vota, me shumicën e votave, me atë që quajmë tiranitë mazhorancës, do të bëjmë një zgjedhje të gabuar. Do bëjmë zgjedhje të gabuar. Po mund ta bëjmë sepse votat i kemi. Patjetër. Kështu që kjo më tremb. Ndërkohë që sidomos për shkak të rrethanave të krijuara, që nga qershori e këtej, kryeministri duhet të ishte shumë i matur në çdo hap që ndërmerrte. Duke sikur po provokon më shumë zemrim popullor. Padyshim ai ka të humbura zgjedhjet lokale dhe ato të përgjithshme në ato bashki që do të shkrijë. Padyshim. Dhe të mos harroj që nuk janë thjesht këta që dogjen testra apo ata që protestojnë individ veçantë, ata kanë vëllezër, motra, familje të gjëra, njerëz, shoqëri. Pra është një stres shumë e madhe e popullsisë që edhe nëse nuk del në miting apo në protest, është kundër qeverisë. Duhet të jesh i verbër të mos ta shohësh këtë. A janë kundër qeverisë intelektualët? Pse e them këtë? Sepse ju në artikujt tuaj, ambasador, i keni kushtuar një hapësirë shumë të madhe universitetit shqiptar dhe disfatës, sikurse e karakterizoni ju faktin që ne në këtë ecejakën ton drejt BE-s nuk po arrim dot kurrë të kemi një universitet konkurrues europian. Do të doj shumë kohë. Do të doj shumë kohë ta kemi universitet të tillë. Unë i kam propozuar Akademisë Shqiptare të Arteve Shkencave ku bëj pjesë një forum së shpejtë në vjesht ku diskutohet si duhet të jetë Universiteti Shqiptar në vitin 2035. Kujtohet Mazniku, me që e përmendëm këtu para 11 vjetësh edhe në një nga ato shkrimet thoshte në studio televizive që mbas 3 vjetësh Universiteti Shqiptar do të jenë si universitete europiane. I kam thënë në studio që kjo është demagogji. Do duhet një brez i tërë, ata që fillojnë këtë vit klasën e parë,
kur të mbarojnë universitetin. Ndoshta do të jenë si universitet mesatar apo dobët evropian. Por universiteti nuk është një gjë që krijohet, nuk është si një fabrikë, si një industri që ndryshon teknologjinë brenda një kohë shumë shkurtër. Jo, universiteti janë njerëzit. Universiteti kërkon një gjenerat të tërë profesorësh që të krijojnë gjenerat tjetër më të mirë se ata vetë profesorësh. Pra nuk janë thjesht rregulla, nuk është thjesht ndryshon ligjin. Ligjet mund ndryshojnë, por asnjë universitet i madh nuk është bërë me ligje. Ka dashur kohë të bëhet, ka dashur njerëz, ka pasur nevojë për traditë, por tradita saqë ka penguar aq edhe ndihmon universitetin të jetë i pavarur nga shteti. Unë madje mendoj, meqense hapet çështja e universitetit, mendoj se universiteti duhet të jetë fare i varur nga shteti. Duhet të jetë i pavarur, të kresë, jo autonom financiarisht, por i pavarur nga shteti. Që të konkurrojë mes tyre. Një studi patjetër, dhe të gjej vetë ardhët e veta, të bëj kërkime, projekte. Një studim i revistës The Economist disa vite më parë thoshte se aleanca e universitetit me shtetin është një aleancë me djallin. Dhe prandaj universitetet angleze janë shumë të pavarur. Janë ndër më të mirë në kontinent, ndryshe nga universitetet gjermane etj. Por gene çdo gjë është kaq e centralizuar, kaq e burokratizuar, saqë vështirë të shohë ndryshim nëse kalohet një ligjëri. Para nuk e di, o dërgova dhe ju më duket një shkrim që doli sot, ja dërgova dhe Ministrës së Arsimit, e njoh nga koha e studimeve të mia, më thotë do i lexoj me interes. Edhe sikur ti kuptoj dhe sikur të jetë i mendimi është e pa aft, e pa zonja, e pa mundur të bëjnë ndonjë ndryshim. Ajo vetë dhe kjo qeverisje është sepse ata njerëz që kanë bërë, që ata njerëz që kanë sjellë arsimin dhe shkencën këtu, ata njerëz pra do të merren me reformimin e saj. Kështu që universiteti në këtë pikë ku jemi nuk kërkon thjesht reformim, një transformim dhe transformim merr vite. Profesor, a ju trem sot kjo paudhësi apo liri e shfrenuar e dhënies së titujve akademik tek çdo person? Shumë, disa vite më parë unë bëra një propozim publik që si në drejtësi edhe në arsimin e lartë të kishte një lloj vettingu për titujt e dhënë dhe gradat e marra. Të verifikoheshin se janë dhënë dhe marrë me merit sipas legislacionit në kohën kur janë marrë, jo të sotmit. E hodha këtë propozim, u kundërshtua nga shumë prej kolegëve të mi dhe në Akademinë e Arteve dhe Shkencave. Po, duke një gjë e pamundur, por shumë e mundur. Nëse ti arrin të rinovosh, aq sa ke mundur të rinovosh klasën e juristëve dhe të prokurorëve, gjyqtarëve, mund ta bësh po kështu edhe me profesorët. Sepse thelbi i gjithë reformës së arsimit të lartë është krijimi i profesoratit të ri. Nëse riprodhojmë një profesorat sikur që është, ose më i keq se ky që është, nuk ka të ardhmë në universiteti. Pyetja e fundit, nisur nga ajo që më thatë në mes të bisedës, keni votuar Fatmir Xhafajn. Do e jepni sërish votën për Partinë Socialiste? Për Fatmirin po, për Partinë Socialiste automatikisht është për Partinë Socialiste. Jo, se mund të shkonte dëm votën se nuk votoja për PS-n, por votoja për kandidatin. Nuk do të quhej votë e vlefshme. Por nëse nuk kam zgjedhje tjetër, një parti më të mirë, do ta votoja. Por me dëshirën që të mos qe kjo parti, me dëshirën që të reformohej, të rinovohej dhe në atë parti të hynin dhe në parlament të zgjedhësh, unë jam padyshim ose për një proces elektoral që të ketë i hapur, me listat hapura, proporcional, ose një sistem majoritar, ku çdo njeri që veta në parlament dihet që pas tij ka një numër votuesish dhe është përgjegjës ndaj tyre. Ndaj kujt jep llogari një deputet që nuk është zgjedhur nga populli, por ka qenë në listë, si zoti Boçi aty apo zoti Mazniku. E qartë. Vetëm kryetarit që dha mundësinë të jetojë. Prandaj janë të varur për jetë. Prandaj të dy kryetarët janë interesuar të ruajnë të statu quo. Por statu quo nuk të zhvillon, të latë ku je ose degradon. Profesor, mua më pëlqen të lexoj dhe më pëlqen shumë t'ju lexoj. Por nuk mund të rri pa shprehur kënaqësinë e madhe që ju kisha në studio dhe t'ju dëgjoj duke ju pasur kaq afër. Faleminderit. Ja, me sebeb do u njohëm. Faleminderit shumë. Qëndroni me ne. Kthehemi pas pak. Shqipëria po kalon një verë të pazakont politike.
në një anë kemi një pushtet që prej vitesh ka ndërtuar një sistem politik, administrativ dhe ekonomik të përqendruar fort rreth tij, e në tjetrën një shoqëri që duket se po fillon të reagojë përtej ndarjeve tradicionale partijake. Protesta që zgjasin për javësh, qytetarë që dalin në rrugë për çështje konkrete, kundërshtimin ndaj reformës territoriale, reagimet për zjarret dhe menaxhimin e emergjencave, por edhe pyetjet që ngrihen për përdorimin e fondeve publike, po krijojnë një realitet të ri. Dhe ndoshta pyetja më interesante nuk është më vetëm nëse ky pushtet mund të rrëzohet, por çfarë ndodh me Shqipërinë në momentin kur kjo do të ndodh. Sepse një individ mund të largohet nga pushteti, por një sistem nuk zhduket bashkë me të. Kjo fjali e fundit ndoshta është edhe përgjigja një tranzicioni kaq të gjatë në Shqipëri dhe motivi pse populli ka humbur interesin nga proceset demokratike, sikurse janë votimet, dhe nga partitë politike. Në pikën ku ndodhemi sot, ndoshta duhej që opozita të rishpikte veten e të ofrojë kryesisht ndaj atyre që nuk e preferojnë atë pa harruar militantët e përhershëm. Në Partinë Demokratike, nga zgjedhjet, u prezantua sekretari i ri i burimeve njerëzore, por a do të mundet ai ta rigjenerojë partinë, të largojë kërminjt e t'i zëvendësojë me luan? Andi Mustafaj, sekretari për burimet njerëzore në Partinë Demokratike, është me mua sonte. Faleminderit që je këtu, Andi. Faleminderit për ftesën. A po zgjohet qytetari në këto kohë, sepse dua ta vazhdoj në rrjedhën e asaj që e nisa, apo thjesht po rritet pa kënaqësia në vend? Atëherë ne jemi përballë një lëvizje shumë të madhe shoqërore dhe si çdo lëvizje e madhe shoqërore e cila është në zhvillim e sipër, është e vështirë që të jepen vlerësime përfundimtare mbi atë që po ndodh. Ne mund t'japim hamendësime ose më saktë, duke u nisur nga analizat që ne bëjmë të lëvizjeve të tyre, të personave që e përbëjnë, të impaktit që ato kanë, këto lëvizje mund t'japin hamendësime. Ajo që ne mund të themi me siguri është që për demokracinë shqiptare, në momentin që ne flasim, kemi një përparim të dukshëm dhe të nevojshëm, jetësor do thoja, sepse qytetarët po dalin, po thojnë disa apolitik, disa politik, por e rëndësishme është që ata po fillojnë po lëvizin dhe në vende të ndryshme në qytete të ndryshme të vendit, qoftë për bashkit, qoftë për zvarnecin, qoftë për çështje të tjera që i bëjnë bashkë kundër kryeministit, ata po fillojnë të dalin. Dhe po dalin pra për diçka që ai kanë për zemër vet. Dhe ne kemi biseduar edhe bashkë në ndër vite në bisedën që kemi për demokracinë, që arritja e madhe e vendit tonë për te partive politike do të ishte dhe do të jetë, dhe shpresoj se ka ardhur, dita ku qytetarët të lëvizin për veten e tyre, për gjërat që ata i kanë të rëndësishme, për gjërat që shohin në të ardhmen e tyre që kanë vlerë të madhe, dhe unë mendoj që në këtë pikë e kemi cekur. A është ndoshta arritja e pakënaqësisë, a është zgjimi, a është pa nga të gjitha, kjo do shihet pak më vonë. Por do thoya që për mua si përfaqësues politik, sepse ndoshta kjo është edhe fusha më shumë me gazetarëve dhe e kërkuesve që do vinë më pas, por unë si përfaqësues politik mund të them që është lajm i mirë për demokracinë shqiptare dhe kjo mua më gëzon dhe shpresoj që të vazhdojë dhe të rritet në intensitet. Apo e gëzon Partinë Demokratike ky zgjim? Po Partinë Demokratike e gëzon ky zgjim sepse Partia Demokratike e mbështet te protestë dhe ne kemi munduar gjithmonë të mbështesim protestat që janë kundër Edi Ramës. Ne kemi thënë gjithmonë dhe ndoshta ka pasur një kakofoni për shkak të një mungese pedagogjike, këtë duhet ta njohim se kemi një problematikë të pedagogjisë në shpjegimin e strategjisë sonë politike, por neve dhe unë po flas në rastin tim si demokrat dhe më pas do flas si përfaqësues politik, neve demokratët po tregojmë se sa të sinqert jemi në angazhimin që kemi pas kundër Edi Ramës. Sepse mjafton që dikush të dalë dhe të thotë unë jam kundër Edi Ramës, dua të protestoj, që unë personalisht edhe më pas bashkë demokratët e mi ta mbështesin. Pavarësisht çfarë mund thonë, çfarë mund mendojnë për mua, rëndësi ka për mua që neve jemi bashkë kundër diçkaje. Dhe hajde të bëhemi gjithë bashkë kundër asaj diçkaje. Dhe fatkeqësisht shoh që në krahun tjetër kjo sinqeritet nuk gjendet në çdo rast, sepse nëse Edi Rama është edhe kaq i keq, njerëzit do duhet bashkoheshin edhe në protesta të tjera që duhet bëjmë, që mund t'i organizojmë ne apo që mund t'i organizojë dikush tjetër. Prandaj e bëra pyetjen, a është e gëzuar Partia Demokratike, sepse nga ajo që shoh unë nga jashtë, nga ajo që shohin shumë prej personave që ishin të pranishëm apo vazhdojnë të jenë të pranishëm në atë protestë që zhvillohet në bulevard, duket sikur thirrjet Berisha-Burg, për shembull, nuk i ka pëlqyer demokratëve dhe me demokratët nuk nënkuptoi kupolën drejtuese të partive, por mbështetësit e Partisë Demokratike, që ndiheshin keq sa herë që marshimi kalonte para selisë së Partisë Demokratike dhe aty hidheshin batuta nga më të ndryshmet.
E them këtë dhe e mbështes tek faktet se sa herë që përballja e protestuesve përpara parlamentit me forcat e rendit ishte egër, e ashpër, jo e përshtatshme me formën se si protesta po i vinte përpara rendit dhe sigurisë, aty nuk ishte demokrat. Dhe këtë ju asiguroj me plot gojë, sepse dukeshin qartë edhe fytyrat e pak personave pjesëmarrës. Në këtë kuadër, sa e zhgënjur është antarësia e PD-s nga pjesëmarrësit në tubim dhe a ndiheni keq që ndoshta nuk keni bërë më shumë për këtë protest? Atëherë, besoj se keni cakur tre tema të ndryshme, sepse unë mendoj se dalja përpara Selis, thirrja Berisha në burg edhe protestat që ishin pak më të dhunshme përpara parlamentit janë tre çështje krejt të ndryshme. Unë dhe besoj demokratët e tjerë nuk na mërzit kjo Berisha në burg që bërtasin nëpër protestë, sepse është shumë e thjeshtë të bërtasësh kundër diçka e një protestë, do ketë njerëz që do e ballafaqojnë dhe ne nuk presim në asnjë moment që të kemi një 100% popullsisë që të mbështesë partinë tonë apo kryetarin tonë. Janë gjëra që janë normale. Dalja përpara Selis është diçka tjetër, sepse është një provokim krejt i panevojshëm që mund të ndezi, le të themi, atë sedën ose atë pjesën e brendshme tonën si demokrat. Dhe unë këto dy ai ndaj, kurse për pjesën e protestave përpara parlamentit, përsëri neve, me sa kam kuptuar unë dhe me sa e shoh unë, kemi një protestë kryesore që bëhet çdo darkë, e cila ka një qasje të veçantë, dhe kemi protesta të tjera të organizuar nga grupime më të vogla që e përbëjnë protestën, por që nuk është koncepti i plotë i protestës, sepse me sa kam lexuar dhe kuptuar unë, është një pjesë e grupit organizator që shkon para parlamentit, por ka disa grupime të tjera që nuk e përqafojnë këtë qasje të shkuarjes në parlament. Dhe në këtë drejtim ne gjendemi tek protesta që bën bashkë të gjitha grupet e ndryshme politike, apolitike apo që do bëhen nesër politike, por nuk gjendemi tek ajo që përbëhet nga vetëm një pjesë e këtyre organizatorëve, dhe në këtë drejtim unë nuk shoh një mospërputhje të qëndrimit. Kurse për sa i përket PD-s, që të rikthemi edhe një herë, është pikë e rëndësishme besoj unë, ajo që është e sigurt është që protesta e rrit trysnin detyruese për ndryshimin e Partisë Demokratike. Dhe kjo është prapë përsëri diçka pozitive për vendin. Neve kemi kërkuar vazhdimisht, unë bëj shkrime, ju e dini, kam bërë libër që kërkoj reforma të ndryshme dhe ka shumë demokratë që kërkojnë reformën e Partisë Demokratike, por duke pasur një protestë transformuese të shoqërisë shqiptare, e përshpejton këtë proces, sepse arrit trysnin e Partisë Demokratike që të shkojë më shpejt aty ku duhet të shkojë. Kurse sa i përket çështjes që neve në lidhjen tonë me protestën, duhet thënë, dhe kemi thënë edhe këtë shpesh dhe them sa herë kam këtë mundësi, në një demokraci të shëndetshme, nuk i takon një partie politike që të marrë drejtimin e protestave. Po kujt? I shoqërisë civile, sindikatave, OJF-ve, në çdo vend që paktën nuk kam studuar, partitë politike shërbejnë për të marrë një kauzë qytetare dhe për ta zmadhuar në nivelin e institucioneve dhe në nivelin e organeve vendimmarrëse për ndryshimin e jetesës së qytetarëve. Pa nuk ishte Partia Demokratike ajo që në fillim i doli kundër thirrjes së qytetarëve, teksa tha që ne përkrajmë çdo lloj investimi të huaj dhe natyrshëm nuk jemi për thirrjet kundër këtij investimi që do të thotë një për sa kohë respekton ligjin. Po, për sa kohë respekton ligjin. Kjo ka qenë thirrja dhe neve kur përgatisim daljet mediatike apo fjalët kyçe që duhet kemi një parti politike, jemi shumë kujdesshëm me fjalët që zgjedhim. Dhe ajo e vërtetë e dieshme është akoma sot. Ne mbështesim çdo investim strategjik që respekton legjislacionin shqiptar dhe atë të Bashkimit Evropian, sepse neve pavarësisht se legjislacioni i Bashkimit Evropian nuk zbatohet sot drejt për drejt në Shqipëri, për shkak se kemi për synim të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, sigurisht duhet marrim pak hapa përpara dhe mos ta shkelim atë. Andi e dinte shumë mirë që kjo nuk ishte në respekt të ligjit. Sepse Partia Demokratike është e para që ka çuar atë anullimin e vendimit të 2021-shit, e ka çuar e para në parlament për ta hedhur poshtë. Nuk ka qenë pro votimit të tij dhe dihej qartazi që kjo protest nisi pikërisht për zonat e mbrojtura, për të cilat Partia Demokratike, përfshi këtu dhe investitorët strategjike, gjithçka që pasoi është kundër, apo jo? Janë disa gjëra, ligjin që mund të jemi kundra investitorëve strategjik është një gjë, por kjo e procesit të zvërnecit është përsëri diçka që ishte tjetër. Jo, nuk është njëjta gjë, sepse detajet në atë moment që jemi fol nuk i kemi pasur detaj. Ju thoni që Partia Demokratike i kishte në rastin konkret të zvërnecit, ne nuk e kishim. Për sa kohë që i kishin qytetarët dhe demokratët i kishin, apo jo? Në momentin që procesi i zvërnecit, sepse
të kronologjinë e asaj që ka ndodhur atje, ju thoni që është bërë protesta për zonat e mbrojtura, nuk është e vërtetë. Në fillim për një investim në zonat e mbrojtura që nuk lejohet sepse çdo gjë u nis nga flamingot. Në fillim procesi manifestimi ka nisur nga persona që kanë pasur konflikte për çështjet e pronësisë. Pastaj është shtuar pjesa po kjo është kronologjia e vërtetë e faktit dhe konflikti që ndodhe personat që janë tërhequr zvar janë persona që kanë pasur konflikte për çështjen e pronësisë. Dhe unë mund të kanë qenë aktivistë kronologjia është që ka pasur konflikte për pronësinë, pastaj janë shtuar militantët e kauzave ekologjike dhe pastaj është përshkallëzuar në Tiranë në nivelin e Tiranës, ku aty në Tiranë janë përplasur persona që kanë pasur revendikacione, kërkesa politike nga më të ndryshmet, që edhe një herë disa lidhen me Zvërnezin, disa lidhen me çështjen e pronarëve, disa lidhen me pakënaqësi që kanë pasur ndaj kryeministit, ato kanë bashkërenduar veprimin në Tiranë. Për në këtë kronologji është e vështirë të thuhet, ju thoni që e dini, unë nuk e di për shkakun që e di ka Partia Demokratike. Unë informacionet që kam unë dhe në momentin që kam qenë unë, kjo ka qenë linja që në momentin që ne do e shohim, që do e dim, sepse kërkohet një reagim, është e vështirë reagimi, sepse ti duke bërë një reagim të shpejt, mund të sjellësh gabime. Reagimi i shpejtë është gjithmonë ligji. Është gjithmonë që ne informacionet që ne kemi, derisa të marrim informacionin e kundërt, mbasi erdhën informacionet e kundërt që lajmet u bën pak e pak publike, atëherë Partia Demokratike përsëri në të njëjtën linjë, mbeti në mbështetjen e procesit, që është procesi i lishëm, që është pra në këtë rast shkelja e ligjit dhe mbështetja e protestuesve. Kjo është kronologjia që unë njoft paktën. E drejtë, por kronologjia që në perceptimin tim gjykoj është që Partia Demokratike apo çdo parti parlamentare e di shumë mirë se çfarë ndodh në këtë vend. Për sa kohë që janë të pranishëm në atë kuvend, ngren kartonin e kuq apo jeshil qoftë ai përballë çdo propozimi që vjen kryesisht nga mazhoranca. Dhe nëse flasim për investime strategjike, për zonën e Zvërnecit, jo për ishullin e Sazanit në këtë rast, se prandaj kjo është pjesa që ndoshta nuk duhet të ngatërrohemi. Kur flasim për zonën e Zvërnecit, që dini mirë se për çfarë zone bëhej fjalë, Partia Demokratike ishte e para që kishte njohuri mbi atë që pritej të ndodhte aty, sepse e kishte denoncuar më herët. Kjo është çështja. Çështja e pronave me investimit që ka pasur për zotin Kushën nuk ka qenë e denoncuar nga Partia Demokratike. Edhe një. Neve po flasim për amendësime. Në këtë rast po bëjmë amendësime. Ju thoni që për shkak se është parti parlamentare e dinte, nuk e kanë këtë informacion, asun personalisht nuk e kam këtë informacion. Po ju avëjuve tagrin personalisht. Po, e kam fjalën që ne këtë informacion këtë nuk e kam. Ne për sa kohë mbetemi ke rangu i amendësimeve, mbetemi ke rangu i diçka që nuk e dim plotësisht. Do mësohet nëse kur ta dim eksaktësisht, më ftoni përsëri e bisedojmë përsëri. Ajo që ka rëndësi është që në momentin që ne flasim, pavarësisht tani nëse në historinë kemi një parti e zem, po le ta marrim të mirë qenë. Vetëm for the argument's sake, për argumentin midis nesh, që Partia Demokratike pas ka bërë gabim 2 ditë, 1 ditë e gjysmë në qëndrimin e saj politik. Në 75 ditët e tjera nuk është ky qëllimi kryesor, pra që këtë mbështetje që ka sjellë Partia Demokratike, unë këtë fokusojmë, sepse nëse ne vetë do mbetemi, po edhe një herë, po e marrim me qenë se është gabim, që unë se besoj, por vetëm për argumentimin ton. Edhe sikur ta ketë bërë një gabim, do thotë që një gabim e kryqëzon dhe e përjashton. Jo, që s'është bërë një gabim atëherë ka rregulluar. Pranoj që është një gabim aty që po nuk e kemi informacionin për këtë punë. Në momentin që ne flasim, ose ka mbështetur qasjen ligjore dhe kur e ka marrë vesh që nuk është ligjore, ka ardhur drejt mbështetjes së protestës, ose ka bërë një gabim dhe ka rregulluar gabimin. Në të dy rastet, pra, rolin e saj të mbështetjes dhe të zmadhimit të kazave e ka bërë. Dhe e bën ndërkohë që brenda asaj proteste ka një grupim që është në mënyrë të hapur hostil ndaj saj, në mënyrë të hapur në sulm ndaj saj. Tani, nëse neve do të mbështetemi tek 1 ditë e gjysmë apo tek 75 ditë, edhe ke 100 ditë të tjera, 300 ditë të tjera që do vinë, unë preferoj ta shoh këtë qasje. Dhe qasja është e rëndësishme sepse një parti politike duhet të lejohet nëse gabon, po e marrim rastin më të keq se ka gabuar, duhet të lejohet ta rregullojë gabimin e vet. Përndryshe, edhe unë si përfaqësues do bëj shumë gabime dhe do ftoni edhe për gabime të tjera që do bëj në të ardhmen, është e sigurt. Unë mezi po e pres atë që ju të bëni gabime dhe t'ju ftoj këtu pikërisht për ato gabime. Por dua të jem tifoz deri në fund që ju nuk do hyni te ajo kategori dhe do ja them më vonë pse ndodhin këto gjëra. Por meqense e doni kështu, po e marr dhe unë të mirëqen që Partia Demokratike ndonse shihte aktivistët e mbrojtjes së natyrës që protestonin në Zvërnec prej ditësh, nuk kishte informacione pse ata po protestonin realisht, por mendoj që ishte një kauzë lokale. E nëse shihte atje Arlind Qorrin, Adriatik Lapajn, apo pse jo edhe mundësinë e Agron Shehajt që ndodheshin në Zvërnec, nuk mendoj kurrë që për një moment të thelloj më tej dhe të kuptonte se pse po protestojnë këta përpara atij gardi që po ndërtohej dhe dukej si diçka e padrejtë në një zonë
ku bëj qartazi një shkelje kur buldozerët shkuan të sheshonin ato duna terrorës që janë zonat ku breshkat vinë lën vezët e tyre apo ku pelikani i famshëm Kaçurrel shkon edhe fushon në sezone të caktuara. E mbyll këtu. Dalemi pak tani te Partia Demokratike, sepse ju keni një funksion të ri, por keni pak ditë që jeni kthyer në Shqipëri, që prej njoftimit kur ju u votuat për të qenë sekretari i Partisë Demokratike për burimet njerëzore. Në Partinë Demokratike, nga sot, synimi juaj është të zbejthni politikën e tifozllëkut apo të shtoni figurat që i shkojnë pas kultit të liderit? Një parti politike, ajo që është rëndësishme është që gjithë secili të gjejë vendin e vet. Okay. Unë kam kërkuar të kandidoj, për shumë veta më kanë pyetur pse sekretariati i burimeve njerëzore dhe kam vendosur të kandidoj sekretariatin e burimeve njerëzore për shkak sepse shumë prej propozimeve që kanë bërë ndër vite për ndryshimet dhe për modernizim, për profesionalizimin më saktë të Partisë Demokratike gjendeshin me menaxhimin e burimeve njerëzore. Dhe si e tillë nuk do doja që shkrimet e mia të mbeteshin vetëm në aspektin propozues, por të më jepej mundësia ti realizoja vet. Ajo që un kam parë në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë këto vite që punoj në Partinë Demokratike është që burimet njerëzore ka shumë. Ka shumë njerëz me profile nga më të ndryshme, me forcë nga më të ndryshme, me talente nga më të ndryshme, të cilët nuk e din do e mos as çfarë pritet prej tyre, as se ku është vendi më i mirë që ata t'japin rezultate pozitive. E them këtë pa gjykim në kuptimin që Partia Demokratike ndër vite i ka hyrë kauzës së denoncimeve, sepse ka plotësuar një boshllëk që ekzistonte në shoqërinë shqiptare. Siç e tham, OJF-t, shoqatat, sindikatat nuk e bëjnë punën e tyre. Ata që quhen trupat të ndërmjetën, pra që gjenden midis politikës, shtetit edhe shoqërisë. Këta trupa të ndërmjetën, duke mos e bërë rolin e tyre, e kanë tërhequr Partinë Demokratike drejt denoncimeve. Në një mënyrë cila është bërë gati e pjesë e ADN-s. Dhe në qoftë se Partia Demokratike nuk e bën një denoncim ose nëse bën një denoncim me vonesë, ose nëse merr një vendim në rast një shkelje me vonesë, siç mund të jetë rasti i Zvërnecit që përmendet, atëherë ajo është në sulmin e madh të gjithë anëve të ndryshme, sepse pritshmëria e njerëzve është shumë e madhe në këtë drejtim. Dhe nga që pritshmëria e njerëzve është e madhe, Partia Demokratike ka shkuar në këtë drejtim. Dhe ka bërë në gjykimin tim në përgjithësi shumë mirë, sepse kemi denoncuar afera kriminale me banda, me edhe gjatë fushatës kriminala që më njëherë mas fushatës janë arrestuar, kemi denoncuar rastet e ministrave, zënës kryeministrave. Por duke e bërë këtë, është krijuar perceptimi sikur opozita është denoncimi. Sikur të jesh një opozitar i mirë, është të jesh personi që çdo gjë do të denoncosh. Dhe në momentin që harron të denoncosh diçka, ti kryqëzohesh për këtë gjë. Dhe unë këtë, nëse do të thoja që kam një synim, është ta rikthejmë diapazonin e larmishmërisë së angazhimit politik. Ka disa persona që nuk e shohin veten e tyre në denoncime, sepse nuk e kanë pjesë të karakterit, nuk e kanë pjesë të profilit, por ama shkruajnë ide shumë mira politike. Mund shkruajnë fjalime, mund të trajnojnë persona për të folur në publik. Ka persona që kanë lidhje shumë të forta empatike, që mund të jenë pranë njerëzve në terren, që ta rikrijojnë ndoshta këtë marrëdhënie pak të thyer të Partisë Demokratike me qytetarë në terren, në kuptimin që nëse ti percepton dikë vetëm si denoncues, nuk e shef si atë mbartës të shpresës për ta bërë shtetin më të mirë. Pra detyra ime dhe ëndra ime, nëse mund ta themi kështu, është që të gjejmë mënyrën që ta rikthejmë Partinë Demokratike në diapazonin e një partie politike tradicionale, ku të gjejmë vendin e njerëzve që funksionojnë në terren, të gjejmë vendin e burokratëve që funksionojnë në institucione të ndryshme, të gjejmë vendin e atyre që prodhojnë ide alternativë, shpresë dhe të mbajmë vendin e atyre që bëjnë denoncimet, por do i lirojmë edhe ata një peshë. Do i lirojmë një peshë ata sot nuk e kanë monopoli, nuk i bie gjithë pesha e opozitës mbi shpatullat e tyre. Duke bërë këtë, duke vënë gjithë secili në vendin ku ndjen veten më të mirë, atëherë ne do mundojmë të japim Partinë Demokratike të fituese, shpresdhënëse për shqiptarët dhe të jetë e aftë për drejtuar nesër vendin, sepse unë ju asiguroj që vetëm me persona që denoncojnë nuk drejtohet vendi, sepse energjia që akumulohet është një energji negative, një energji shkatruese, sepse unë do shkoj kundër diçkaje. Unë do kaloj 10 vite kundër Edi Ramës. Po kur ti ke Edi Rama, do miki ai faktor, do miki ai zjarri që unë kam 10 vite që punoj. Atëherë ndoshta s'do jemi aftë ta ndërtojë atë Shqipërinë nesër. Ndaj duhen gjithë kjo pasuri e burimeve njerëzore. Kur ti ke Edi Rama, më pëlqen kjo gjëja, por ju thoni gjithashtu që nuk mjafton vetëm rrëzimi i Ramës. Çfarë duhet rrëzohet bashkë me të? Unë besoj se do vi një ditë ku rrëzimi i Edi Ramës, sado i vështirë na duket sot, do i kujtojmë si diçka më të thjeshtë që kishim për të bërë.
Edhe kjo është diçka e rëndësishme sepse ajo që ekziston në Shqipëri është një sistem. Edi Rama ka ndërtuar një sistem që e mban në këmbë kaq fort, kaq gjatë, sepse nuk duhet të gabohet askush në forcën që ai ka pas, në djallëzinë që ka pas për të ngritur një sistem me shumë shtylla që e mbajnë atë në këmbë. Dhe Edi Rama, pavarësisht është arkitekti, drejtuesi i këtij sistemi, është vetëm një person. Dhe sistemi në histori, sistemet kanë treguar që kanë krijuar rezistencën e tyre, kanë krijuar atë lidhjet e tyre jo vetëm me kokën, po edhe midis shtresave të ndryshme të sistemit. Cili është sistemi më rrezikshëm që ka ndërtuar ai? Ai sistemin e rrezikshëm e ka ndërtuar që ka zhdukur personat që mendojnë, duke i zëvendësuar me persona që zbatojnë pikë pari, që e lidhin fatin e tyre me ekzistencën e një regjimi dhe të mbështetur në rastin e nevojshëm, në rastin ekstrem nga banda dhe kriminaliteti. Banda dhe krimi nuk do ndalojnë së funksionuari se urzu Edi Rama. Nuk do bëjnë të nesëm njerëz të ndershëm dhe thonë nuk do e bëjmë me këtë kriminalitet. Ndaj ata do vazhdojnë të rezistojnë. Dhe degëzimet që ata kanë për shembull në shoqëri, në për fshatrat e ndryshme shqiptare, në për zonat të varfra shqiptare janë degëzime reale, ku ata pak e nga pak ndër vite janë munduar të zëvendësojnë shtetin. Tani ne të gjithë e dimë sepse funksionojmë pak në një shoqëri skizofrenike, sepse dalim nëpër televizion e flasim për ide të mëdha, ndërkohë që realiteti që e dimë dhe kemi parë gjithë në terren është që ka banda kriminale që paguajnë operacione për persona që janë të smur, që vinë dhe i ndihmojnë familjet për të krijuar këtë lidhje që ata kanë me njëri tjetrin. Dhe kjo lidhje klanike është një lidhje e cila kalon funksionimin e shtetit shqiptar, sepse ne mundohemi të vendosim rregulla funksionimi perëndimore, të institucioneve të mirë menaxhuara perëndimore, ndërkohë që në degën, në qelizën e fshatit, ose kur them fshatit, zonave rurale, zonave më pak të banuara, funksionon në mënyrë shumë të madhe funksionimi klanik. Këto lidhje janë shumë të vështira për të thyer, e do jenë shumë të vështira për të thyer. Dhe në fakt dilema e madhe nëse i gjejmë njeriu të karrigën apo karrigës njeriu ka qenë një ndër shtyllat e fjalimeve të Edi Ramës kur ishte vetë në opozit. Por a nuk mendoni ju që sistemi më i rrezikshëm që ka ndërtuar ky Edi Rama është reforma zgjedhore? Reforma zgjedhore është mjet. Si çdo gjë është një mjet, sepse po ajo nxjerr këta të paaftët që ju i thoni që Edi Rama i vendos pastaj në pikë. Sistemi zgjedhor është i krijuar sot, ai që kemi sot, është i krijuar në mënyrë të tillë që krijon një disbalancë të madhe midis opozitës dhe qeverisë, sepse qeveria duke qenë se personalitetet kryesore i kanë ngopur gjatë pushtetit, i nxjerr në listë të hapur në mënyrë që ata t'ia kthejnë pushtetit atë që pushteti ja ka dhënë. Edhe i mundson që nëpërmjet listave të mbyllura të ri për të ri veten. Gjë që është krejt e kundërta e opozitës, se opozita nuk ka çfarë të ndajë. Edhe është detyruar të përdor listën e mbyllur në të kundërt për të dhënë, si më thënë, për t'ia kthyer personave që kanë qenë besnik ndaj saj, dhe përdor listën e hapur, është e detyruar për rigjenerimin e elitave. Pra, sistemi është në mënyrë të tillë që krijon një disbalancë ku pushteti përfiton 2 fish, kurse opozita është e pëson 2 fish. Por kjo përsëri them mbetet mjet në çfarë kuptimi, sepse ka fitore dhe fitore brenda regjimeve. Sigurisht fitoria kryesore do ishte fitoria e zgjedhjeve, por ka goditje që mund të jepen regjimit, sepse edhe tjetërsimi i votës mund të ndodhi deri në një farë pike. E zem po marrim 20%, nuk e di shifrat e sa ka studime për këtë pikë, po nuk mund të tërsohet mbi 20-30% sepse bëhet diçka e cila është e pa mbajtshme publikisht. Pra në qoftë se arrihet edhe barazimi ose rreti afrohet barazimi, është një humbje që është shkundër regjimin. Dhe neve, përpara se të fitojmë, duhet të krijojmë dyshimin tek regjimi. Dhe këtë nuk arrim dot ta krijojmë, nuk arrim dot të krijojmë çarit, thyrjet e para, sepse kemi një dëshirë kaq të madhe për shkuar ke pika e fundit. Dhe kjo është edhe një kritikë që unë kam bërë protestës, kuptimin kritik propozuese. Duam të shkojmë menjëherë tek pika e fundit e një rrugtimi kundër një regjimi. Po përpara se ta mundësh një regjim, duhet krijosh një bindjen tek qytetarët, por edhe tek regjimi se mund të humbas. Dhe në momentin që jemi sot, regjimi nuk ka asnjë dyshim që nuk mendoni ju që me një reformë të re territoriale, më të drejtë, qytetarët ndoshta nuk do frymëzoheshin më shumë për të marrë pjesë në votime dhe kjo ndoshta do sillte rrëzimin e regjimit dhe regjimeve bashkë? Ndoshta. Dhe meqense jemi këtu, a nuk gjeni ju faj sërish tek Partia Demokratike edhe për këtë kod zgjedhor që në 2008 ju kujtoi që ishte në pushtet, ishte mazhoranca asaj kohe dhe ra në kurthin e Edi Ramës, nëse mund ta quajmë kështu? Unë gabimet e Partisë Demokratike ose si përfaqësues që jam i shpalos në strukturat e brendshme. Është diçka që është logjike sepse ne kemi një funksionim hierarkik, edhe ajo që është e sigurt është që edhe në shtëpinë time me prindrit e mi, me fëmin tim nuk bim gjithmonë dakord, por kam në
paraqitjen e shpalosjen e pakënaqësive ata bëhen brenda strukturave drejtuese. Në këtë drejtim të gjej fajet e Partisë Demokratike nuk është ndoshta vendim, nuk është ndoshta momenti. Ju keni mendimet tuaja për këto faje, unë ato që dua të përqendrohemi më shumë tek aspektet atë gjëra që mund të ndryshojë, aspektet e pozitivitetit. A mund të kishte tani faktualisht çdo gjë që nuk përfundon me sukses është dështim dhe si dështim është gabim. Nëse do ta marrim në botën absolute, nëse unë nuk fitoj një ndeshje, e kam humbur, pra është një dështim, kam një faj sepse kam munguar në përgatitjen time ose nuk kam qenë i saktë në gjuajtjen e fundit. Dhe në këtë drejtim, nëse marrim krejt objektivisht, sigurisht që ka faj. Por ajo që është rëndësishme është që ne të gjejmë rrugën për të rregulluar këto faj, për të rregulluar këto gabime nëse kanë ndodhur, ose për të përmirësuar gjërat që janë diçka shumë të bukur. Nëse unë nuk e kam fituar, e kam humbur. Po si është e mundur që Partia Demokratike nuk e pranon që i ka humbur zgjedhjen? Sepse mund të t'i vjedhin zgjedhjet. Sepse ne këtu ne futemi sepse tek pjesa e fjalëve ka sigurisht ju e kapët tek një element që është pjesa e fjalëve, por edhe kur t'i vjedhin zgjedhjet ti ke humbur zgjedhjet. Nëse duam ta marrim në botën absolute. Unë prandaj u ktheva në origjinën e idesë. Neve në detyrën që kemi pasur, në atë që kemi parë në gjithë Shqipërinë, unë tani kam qenë gjithë Shqipërinë, kam qenë zëdhënës i fushatës elektorale, kam parë me sytë e mi se si tjetërsohet vota. E kam parë me sytë e mi se çfarë bëhet me patronazhistët, me administratën që se mos i kthehemi se janë çështje që janë i parë. Po, keni patronazhistët tuaj në një farë forme që nuk operojnë në të njëjtën matricë, por pra bëjnë të vetën. Absolutisht jo. Patronazhimi ka një keq kuptim sepse prandaj Edi Rama në propagandën që ai ka e luan me një pjesë të vërtet për ta çuar tek gënjeshtra e tij. Në kuptimin e patronazhimit, ku ti ngarkon një përfaqësues të partisë për të munduar dhe hulumtuar mbi qytetarët e zonës ku banon, kjo është diçka që ekziston dhe nuk e ka kritikuar njëri. Problematika është që patronazhimi në Shqipëri bëhet duke u bazuar mbi të dhëna shtetërore. Kur dosja Excel doli me 900.000 dhënat e qytetarëve, patronazhisti i Partisë Socialiste merr të dhënat e administratës tatimore, të dhënat e administratës së Ministrisë së Brendshme. Ka gjithkush sot. Nuk i ka të di rrogat eksakte se ku punojnë njerëzit, të di targat e makinave. Nuk i di të përditësuar, apo targat i din, numrat e telefonit i din. Por në funksionimin nuk është ato dokumente qarkullojnë në treg, nuk është puna se janë sekrete më sot. Po përdorimi, atë nëse ne po themi që diçka jashtëligjshme bëhet dhe është normale, atëherë nuk mund të jemi dakord. Jo, po duhet ta pranojmë që bëhet. Kur administrata shtetërore shqiptare nuk kryen rolin e saj të mbajtjes së informacioneve, po jep ato në përdorim të një partie politike, kjo është një shkelje e barazisë në garë dhe kjo jep një mundësi atyre që do të trystojnë përsëri njerëzit. Sepse nëpërmjet këto informacione, pastaj se këto informacione kanë shkuar gjithsesi, kjo është i gabimi i dytë. Pra është një zmadhim i gabimit fillestar, sepse shteti ka për detyrim të mbrojë dhënat e qytetarëve shqiptarë. Po, por kemi marrë çmimin e parë për sigurinë kibernetike. Po. 2 kapituj po i lëm pas. Kthehemi tek ju, sepse jo më kot ju mora sot këtu, përfitova edhe nga rasti që u gjeta në Shqipëri, por se e kam ndjekur aktivitetin tuaj që prej fillimit, dhe nëse më lejoni ta them publikisht, demokratët kanë bërë të vetmin votim të mirë në këto zgjedhje ndoshta, që unë jap mbështetjen si jo demokrat tek emri juaj. Dhe dini pse? Sepse ju jeni i pari që në Brain Gain, atë që ju krijuat, ju kam parë se si i jepni të meritat gjithkujt dhe mundësin të shpaloste idet dhe vlerat çdo kush. Në momentin që ju e përmbushët misionin tuaj dhe e dorëzuat postin e kryetarit, parë se si organizuat zgjedhjet në mënyrë që ai posti kalonte Tedi Koplikut me vot, pa ndërhyrje edhe pa sugjerime. Kur ju pashtë angazhuar me Partinë Demokratike gjatë fushatës, ndonse mendova që u bët pis dhe nuk morët pas atë që meritonit, prape justifikova çdo gjë sepse pash që ajo ju dha forcë që ju të shtrydhnit fort ato dije tuaja dhe t'i konkretizonit në një libër lulebor. Dhe të gjitha këto bashk, shumë ide që keni postuar në rrjetet sociale, për formën se si Partia Demokratike mund të rigjenerohet, ripërtërihet, thonë ju sot, mund të eci përpara, të përballet me këtë mazhorancë që ka ndërtuar këto sisteme që ju thoni janë të këqija, janë në forma nga më të ndryshmet, por që çdo kush ka të drejtën në fund të ditës ti përjetoj ndryshe nga ajo që thoni ju,
askush më mirë se ju nuk mund ta bënte këtë rol të burimeve njerëzore. Por sot, Andi Mustafaj, unë kam një dilemë të madhe. A do ju lem ta çoni përpara atë që e keni bërë deri më sot me pathos, apo duhet ta kuptojmë nëse në një moment ju shkëputeni se nuk ishin motive personale? A do ju len? Tani, në eksperiencën time, se njeriu është gjithmonë i prirë të në mënyrë natyrore të niset nga eksperienca e vet për ta gjykuar të ardhmen që mund ndodhin. Mu deri më sot më kanë lënë bëj çdo gjë. Çdo projekt që kam propozuar e kam realizuar, është mbështetur, është pra në aspektin e veprimtarisë sime politike brenda strukturës së Partisë Demokratike, unë nuk e kam parë atë që propaganda apo atë që disa qytetarë apo disa gazetarë apo para Krancika e ja japin Partisë Demokratike, që është ngurtësia. Unë ngurtësinë e kam parë vetëm në qasjen individuale të njerëzve që e kanë krijuar këtë përshtypje dhe në mënyrë të vazhdueshme frenojnë veten. Kjo është eksperjenca ime. Deri më sot edhe një 100% të projekteve kanë qenë disa projekte, le të themi pak ndryshe, kemi hapur dyert e selis, ku kemi futur njerëz pa ditur çfarë parti ishin, duke prezantuar artin e tyre, pikturat e tyre, kemi kushtuar në përgjithë Shqipërinë me Brengjenin, kemi bërë libra të ndryshëm, pra në veprimtarinë si funksionar i partisë, unë nuk kam qenë kur i bllokuar për asgjë. A do vazhdoj kjo, vetëm e ardhmja duhet t'rregoj. Por e kaluara më jep shpresë që nuk do ndodhi, sepse për sa kohë vjen me një projekt, vjen me punë, në vlerësimin tim është përqafor. Dhe shpresoj që të vazhdoj edhe një herë. Ajo që është e sigurt është që përtej Partisë Demokratike, dhe kjo është diçka që është e përgjithshme në shoqërinë shqiptare, ekziston kjo gjë që nuk bëhet gjë, nuk ndodh gjë. Pa Krancika nuk bëhet gjë, nuk kam ndryshuar gjë, dhe unë nuk i kam parë, unë i pyes gjithmonë këta njerëz dhe ju ftoj t'i pyesni çdo herë që keni mundësi dhe në rrjetet sociale, por çfarë keni kërkuar të bëhet që nuk është bërë? Po çfarë keni bërë ju? Sepse edhe këtu jap një saksim. Ata do thonë, nuk kam thonë që filani duhet bëj diçka. Po jo, çfarë ke dashur të bësh ti që nuk të është lejuar? Çfarë, edhe përgjigjja në shumë të rasteve është nuk kanë. Sepse propozimet që vijnë janë propozime që duhet i bëjnë tjerë. Duhet i bëjmë ne. Çfarë keni kërkuar të bëni? Dhe unë dhe në rolin sekretarit të burimeve njerëzore, unë dua të jem pak faktor ngacmues. Kjo ka rreziqet e veta dhe ardhmja duhet t'rregoj se sa e suksesshme do jetë. Po dua të jem faktor ngacmues. Thonë shumë njerëz çfarë kanë bërë për Partinë Demokratike, çfarë kanë bërë për Partinë Demokratike. Okej. Ne do mundohemi të krijojmë dhe kemi duke idejuar një mënyrë për të repertoriuar, për të arkivuar gjithë veprimtarinë e anëtarëve të Partisë Demokratike në Shqipëri. Për ta shohim çfarë është bërë vërtet dhe jo thjesht fjalë të përgjithshme. Nëse ka njerëz që kanë pakënaqësi, atëherë pakënaqësitë na i thonë dhe ne prapë do i arkivojmë. Në kuptimin që arkivojmë në një hartë digjitale, një tip mappingu, që çfarë është penguar të bëhet. Sepse unë kam shumë të vështirë të kuptoj në debate, jo në gjitha, se sigurisht e Partia Demokratike ka gabimet e veta dhe një mos të rikthehemi kësaj, por në shumicën e rasteve unë nuk e kuptoj se çfarë është penguar personaliteteve ndryshme, përveç se sa vendosja në një karrike. Edhe këtu është ajo pjesa e rikthehemi tek ajo që thatë ju që ndoshta unë nuk mora atë që meritoja. Çdo parti politike që mendon vetëm për 140 vende deputetesh është parti që është nisur humse. Sepse do thotë që nuk e sheh venden më tej se sa parlamenti. Dhe neve këtë mentalitet duhet ta ndryshojmë Partinë Demokratike. Unë e vërtet nuk arrita atë objektiv që kisha personal të isha në listat e deputetëve, por objektivi madhor i mundjes së Edi Ramës dhe i ndërtimit të Shqipërisë mbetej aktual. Atëherë u përqendrova dhe i dhash më shumë forcë vetes për të arritur atë objektiv madhor. Por nëse ne kemi një parti ku të gjithë shpresojnë të bëhen deputetë dhe në momentin që nuk bëhen, krijojnë këto pakënaqësi dhe krijojnë këto vorbulla të mëdha mediatike, atëherë do thotë që në fillim në zanafill ne nuk mendonim se mund të fitonim. Në të vërtetë sot, dhe kjo është një realitet që gjithë qytetarët shqiptar duhet ta dinë, nëse një parti fiton zgjedhjet, aftësia për të ndryshuar vendin është shumë herë më e madhe si drejtori i përgjithshëm në një ministri, që janë poste deri diku politike, sesa në parlament një deputet që për shkak të sistemit shqiptar në 90% të rasteve duhet ngrej dorën për të votuar ligjet e shumicës në cilën bën pjesë. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, sepse në vendet e ndryshme të botës deputetët i vënë emrat e tyre ligjeve, sepse janë çështje që i kanë për zemër, janë çështje që i hulumtojnë, që i çojnë deri në fund. Kurse tek ne, për shkak të sistemit, nëse dikush prezanton një projekt ligj, duket sikur është kundër qeverisë, edhe atëre krijojnë ato problemet e brendshme. Andi, ju si sekretari i burimeve njerëzore, a mendoni që në burimet njerëzore të PD-s Myslimu Rrizi është një vlerë?
Unë nuk flas asnjëherë për emrat përveçëm, deri më sot s'kam folur dhe nuk do flas sepse... A do merreni ju me emrat përveçëm tani? Unë do mundohem, është herët akoma. Unë do mundohem që Jo, a është ky roli juaj thjesht është roli është një rol për të u shkruar, në opozit postet nuk kanë kuptim përveç kuptimit që atyre u jepen në funksionimin e tyre. Kur i takon burimeve njerëzore, besoj që ne kisha në kuptimin që për kufizimi i rolit është duke u shkruar. Unë dëshiroj që ne të kemi një mapping të gjithë burimeve njerëzore në pozicionet njerë drejtuese që janë, ose drejtuese të mesme, sepse është detyrë herkuleane të nisesh në të marrësh gjithë burimet e gjithë antarësisë, është shumë e vështirë. Dhe unë duhet përqendrohemi njerë tek mappingu i profileve drejtuese që kanë poste të ndryshme drejtuese, të bëhen njohja e mirë e tyre, përshkrimi i mirë e tyre, diskutime me ta se ku mund të jenë ata në vendin ku mund të japin më të mirën e tyre dhe pak e nga pak të mendojmë se si të funksionojmë në këtë drejtim. Por të nisemi, ndërkohë që unë po mendoj sot të vendos piketat e përgjithshme të funksionimit në emra të përveçshëm, besoj se vetëm sa do e zvoglote shumë herët, ndoshta më herët se ç'duhet punën time në këtë sekretariat. Çfarë do thotë për ju njeriu i duhur në vendin e duhur? Njeriu i duhur në vendin e duhur është njeriu që partia ka arritur të identifikojë forcat e veta në mënyrë që ta vendosi aty ku këto forca të shumëzohen në mënyrë proporcionale, por edhe të njohë dobësitë e veta në mënyrë që ta mbrojë atë nga dobësitë e veta. Po marrim një shembull që një person mund të jetë edhe një herë shumë i aftë për të shkruar, por jo i aftë në komunikim, nëse e nxjerr në mediat kryesore të vendit, atëherë do krijohet kjo ide se Partia Demokratike ku nuk ka njerëzit e duhur. Dhe një lloj ose në protestë, nëse marrim në drejtimin e një proteste, persona që nuk kanë oratoria, po përpara njerëzve në terren, njerëz që nuk kanë empati, këto krijojnë thyrje të ndryshme. Ndaj, mendoni ju se media në Partinë Demokratike ka funksionuar si duhet deri më sot? Në ç'kuptim media? Departamenti i medias. Po nuk jap vlerësime për unë besoj se në përgjithësi ajo që ka ndodhur përpara në kohën e zotit Basha, ajo që unë ditë me siguri është që të dilje në media është diçka temase e vështirë. Ka pasur një kontroll të plot të personave që dilnin dhe ka pasur një trysni mbi përfaqësuesit e Partisë Demokratike, nëse dilje si përfaqësues i Partisë Demokratike pa pasur. Edhe Partia Demokratike e mori një vendim të tillë. Dhe po flasim para një viti. Kur neve që nuk pranuan të dilnin në studio televizive. Nuk është një gjë, sa kësoj atë që po thoje, nuk ishte kjo. Nëse unë isha antar i Këshillit Kombëtar dhe nuk mund dilja si përfaqësues i Partisë Demokratike nga media pa marrë miratimin e dikujt në qendër. Dhe në këtë drejtim qendra çonte nëpër media vetëm personat që dëshironte. Me rithemelimin kjo gjë ndryshoi plotësisht. Dhe zyra e medias, filozofia e zyrës medias ishte që ne do i çlirojmë energjitë e demokratëve dhe gjithë secili mund dalin në media. Kjo sigurisht krijoi problematika të tjera që ishte jo mungesa e njësimit të mesazhit politik, ndoshta pak kakofoni në përshkrimin e strategjisë, por unë isha më shumë drejt kësaj ideje që të çlirojmë energjitë. Tani ja duhet që të kalojmë në një vit të mesme ku këto energji të sigurohemi për shembull që mesazhi politik të përçohet siç duhet të jetë, që të bëhet pedagogjia e strategjisë son, edhe kjo duhet ndodh. Por unë preferoj të kemi një zyrë media sot që jep një liri të madhe demokratëve të flasin, që nuk e ngurtson aftësinë e tyre për të dalë në media, sesa një që nuk e lejonte të dilte ose kisha drejt të dilja, po jo si profesues i Partisë Demokratike, që në vetvete ishte një çmendërim vete sepse unë mira keq ndër vitën 10-15 vitet e fundit gjithë dinë se flas si demokrat dhe jo si qytetar. E mbaj që t'ja them që mund t'ju tregoj televizioni kush është shkruar aktivist. Patjetër. Nuk isha drejt thoya, unë Andi Musaj aktivist, sepse nuk isha drejt të thoya. Po kanë qenë televizion tregojnë pas emisionit. Po jo, mund ta thoni se nuk i kemi të fsheta logot në këtë program. Cilat janë 3 veprimet e para që bën Andi Mustafaj në këtë rol? Veprimi i parë është për kufizimin e strategjisë, ku unë shpresoj që të kemi një strategji në disa shkallë veprimi, ku e para është shkalla e brendshme e funksionimit të sekretariatit, se çfarë duam të bëjmë neve brenda sekretariatit, dhe kjo është me 3 tema të mëdha që është njohja, shpërndarja dhe vlerësimi. Duhet që të jemi njerëz të aftë të njohim mirë këto burime që thash janë burimet ose drejtuese ose që kanë ambicie drejtuese të partisë. Njohja nuk kupton edhe një herë vendosja e profileve, kuptimi i tyre, forcat dhe dobësitë, diçka që është krejt klasike në funksionimin e burimeve njerëzore të çdo partie apo kompanie në botë, se një kompani apo një parti dëshiron të ketë një mapping të qartë dhe jo thjesht në kokë apo në mendje apo në kujtesën e njerëzve të drejtimit të saj. Më pas është ajo që tham shpërndarja, se ku mundet, se si mund të krijojmë rrjetin e funksionimit që gjithë secili të jetë në vendin e duhur për të dhënë më të mirën e vet, edhe pjesa e tretë, vlerësimi, kjo është ajo faktori ngacmues, ne duhet të dalim nga kultura e mos vlerësimit të performancës son, unë i pari dhe gjithë demokratët duhet vlerësohen,
në kuptimin e mirë të fjalës, Patjetër. sigurisht, sepse edhe një vlerësim të mundson të jesh më i mirë në të ardhmen, që të përmirësohesh dhe të dish se ku mund të funksionosh që Partia Demokratike nxjerrë sa më shumë prej teje, sepse funksionimi i partisë është i funksionimi një ku bashkohet një ambicie personale, një individi, e një ambicie personale mund të jetë edhe e përgjithshme që Shqipëria të jetë vend më i mirë, por mund të jetë edhe personale që dëshiroj të arrijë diku te kuptimin politik, pra bashkohet ambicia personale me kauzën e madhe të partisë pra që na bën të gjithëve bashkë. Dhe ky pra kjo nënkupton këtë vlerësim. Më pas në komunikimin e jashtëm është ajo që u thash, përsëri duhet kemi, unë dëshiroj ta krijoj këtë database-in e madh të aktiviteteve të veprimtarive të demokratëve në Shqipëri. Neve sot militanti i partisë është i përqendruar tek denoncimi, duhet ta thyejmë këtë qasje, duhet kemi mundësinë që t'i themi nëse ke bërë një aktivitet, një veprimtari, na e çon vetë qendrës dhe ne do e mundsojmë ta shpërndajmë, por edhe ta njohim saktë në përgjithësi. Mos izolohet. Që mos të izolohet dhe që iniciativa e demokratëve në deg apo në qendër të zmadhohet në këtë drejtim, dhe kjo është pjesa e çfarë ke bërë ti për Partinë Demokratike, çfarë pret Partia Demokratike, çfarë ke bërë ti për Partinë Demokratike dje sot e çfarë do bësh nesër. Pastaj është ai funksionimi ndoshta që të dalim nga qasja, dhe kjo është diçka më pak e elaboruar në momentin që ne flasim, e cila është funksionimi i ndryshëm i sekretariateve me njëri tjetrin. Sekretariatet ndryshe nga departamentet apo nga këshilli kombëtar janë individ. Atëherë si do mundsojmë që individët të bashkëpunojnë në arritjen e qëllimit, sepse ose duhet ndërtoj gjithsecili ekipin e vet, ose duhet që sekretariati i burimeve njerëzore të gjejë burimet që ata të arrijnë sukses në veprimtarin e tyre. Këto janë pak a shumë në momentin që flasim këto tre drejtimet kryesore. Pyetja e fundit. A do sugjeroni ju të afrohen në parti emra të rinj nga jashtë? Partia duhet ndallojmë partinë me opozitën. Unë jam që një parti politike të gjenden vetëm ata që punojnë për partinë politike. Patjetër. Në këtë drejtim është rëndësishme, dhe unë sot flas si funksionar dhe njëri i partisë, unë nuk dua të afroj njerëz që të jenë aty për të qenë aty. Opozita si koncept i gjerë ka mjaftuar shumë mekanizma për të mbledhur sekretari i opozitës, jeni i Partisë Demokratike. Pra ne unë dua që të thithim. Unë prandaj pyetjen e kisha konkret. Atëherë unë dua që personat që ne thithim Partinë Demokratike të thithim për të punuar konkretisht. Dhe jo thjesht siç është ajo ideja, sepse janë zmadhime artificiale erion. Na duket sikur kemi marr shumë njerëz, por ndërkohë nuk i kemi marr, sepse nuk janë të Partisë Demokratike. Ishte vetëm gjysma e pyetjes. Pyetja ime është e përbërë. Dhe pjesa e dytë është, a keni gjetur ju në këto 2 muaj protest element, emra, personazhe, profesionistë që do donit t'i kishit pjesë të Partisë Demokratike? Unë personalisht nuk jam përqendruar te kjo pjesë në këto 2 muaj të fundit, ndoshta do duhej, ndoshta do e bëj në ditët të ardhshme. Unë jam përqendruar për momentin tek nxjerrja e një liste të 100 personaliteteve të opozitës që janë më të ndjekur në rrjetet sociale, sepse kjo është pak më e thjeshtë për tu arritur në kuptimin që keni filluar dhe ju të fokusoheni në rrjetet sociale. Jo, sepse rrjetet sociale kur nuk janë antar i Partisë Demokratike është ajo që quhen liderat e opinionit. Ne në Partinë Demokratike, dhe këtë kam bërë edhe një pjesë të librit tim, liderat e opinionit nuk janë mjaftueshëm të lidhur me Partinë Demokratike. Një lider e opinionit nuk do thotë që të jetë antar i Partisë Demokratike. Është influencer. Është influencer, jo do e mos influencer. Ata kanë më shumë ndjekës. Po influencerin e shoh. Po jo, se atëherë ndoshta kemi nuk themi një të gjë me termin lider opinioni, se për shembull një lider opinioni mund të jetë edhe një mjek. Një mjek që është i respektuar, dëgohet nga njerëzit. Lider opinioni mund të jetë edhe një berber që e dëgjojnë shumë ke lagja e vet, sepse është person i zgjuar dhe e dëgjojnë njerëzit. Pra, lideri i opinionit është një person që formoson opinionin e njerëzve përreth tij. Unë kam filluar në rrjetet sociale sepse është diçka më e thjeshtë për tu arritur, pa ajo që do ishte ideale, është ajo të zgjerohet. Sepse jo çdo person që don të bëj politik që është në politikë, është në parti politike. Por një person që në zonën ku qëndron, një mësues shumë i respektuar, formëson mendimin e njerëzve që dëgjojnë, sepse për shkak të respektit që ne kemi për ata, sigurisht që influencohemi dhe në këtë kuptim e kam un lider opinion. Kurse influencer ndoshta është vetëm jo, meqense fokusohet tek rrjetet sociale, automatikisht unë bëra matematikën se kush janë më të ndjekur. Është po mund të jenë më të ndjekur, por jo më të dëgjuarit. Sepse unë për shembull po jo, se unë për shembull pëlqen shumë basketbolli, ndjek basketbollistët, por nuk se ata më japin një mendim politik, unë nuk do e ndjek. Pra, influenca e tyre qëndron tek basketbolli, nuk qëndron tek aftësia që ata kanë për të formuar mendimin tim politik. Edhe në këtë mënyrë, ajo që unë quaj pra lider opinioni, janë persona që për shkak të analizave të tyre, mendimeve të tyre dhe profilit që ata kanë,
ndikojnë në mendimin e njerëzve. Dhe ne duhet ta kemi të qartë, dhe këtu siç duhet ta kemi qartë atë pjesën e njohjes së burimeve tona, duhet kemi edhe njohjen e atyre që nuk janë në partinë tonë, por që formosojnë mendimin publik dhe duhen gjetur në këtë rast ura bashkëpunimi, sepse nuk bëhet çdo gjë duke thirrur brenda partisë. Patjetër edhe ura bashkëpunimi për realizimin e qëllimeve të përbashkëta. Ju uroj rrugë të lehtë Andi Mustafaj. Nuk do jetë lehtë. Dhe shumë palë këpuc në dispozicion, sepse padyshim që duhet të ecni në këmbë për ta njohur Shqipërinë dhe shqiptarët ashtu sikurse e keni bërë deri më sot. Faleminderit që ishit sonte. Shumë faleminderit për ftesën. E mbyllim këtu me kaq shumë jo dhe ndoshta. Shihemi nesër një tjetër emisioni Pik me të tjerë të ftuar. Natën e mirë.